Pas rrëfimit dhe intervistës së javës, në vazhdim vjen një storja që ka të bëj pak edhe me politikën. Në fakt kam rëmanjo pak shumë me politikën, duke di që tashmë po afrohemi drejt finales së madhe, jo të Big Brotherit, po më duket që të këta politikanat, sidomos këta për zgjedhjet komunale të 12 tetorit, po garojnë si maca me miun si me qenë Big Brother. Kush po merr çmimin e tretë, kush të dytin e kush po shpallet fituesi çmimit të madh. E në vazhdim mundeni me ndjek një prononcim ose intervistë të shkurtër në lidhje me Ramiz Ladrovce. Dielja 12 tetori do të jetë vendimtare për të. E kemi fjalën për Ramiz Ladrovci, cili po e zhvillon një fushat për këto zgjedhje. I njëjti ka themeluar partinë për drenasin kampion me Ramiz Ladrovci, duke marrë pranë vetos asamblejës e deputetët të cilët po paraqesin vazhdimisht programin e tyre për qytetarët e drenasit. E një prej këtyre fushatave është edhe kjo që në Zoom do ju sjell në vazhdim. Të pranishmi që ishin në numër të konsiderueshëm po japin mbështetje Ladrovcit, ani pse këto ditë po ati lëm shpreh një audio incizimi që ju publikua nga Vox Kosova. Incizimi që është bërë nga dikush i pranishëm në tavolinë, ku po diskutoheshin milionat e metrat katror pa leje. Por ky ishte reagimi politikanit nga Drenase. E pas këtij postimi goxha të gjatë që Ladrovce bëri në rrjetin social Facebook, këtu mund ta dëgjoni se si ai mendon ta padis qytetarin me mbiemrin Sinane. I njëjtë është babai të dyshuari që ka incizuar, e madje këtë incizim e ka dërguar në për redaksi të cunguar, pra jo të plot. Gjithmonë, sipas versionit të Ladrovcit. Për ndryshe mbetet të shihet se si do të vazhdoj ky problem. Të paktën zgjedhje e dim që do kemi më 12 tetor. Zyrtar ose rrotor Partisë Demokratike të Kosovës kryesi të emëruar nga qytetari e gjithë qytetarëve të Kosovës po edhe më gjerë në Drenas, prandaj po jepi edhe një sqarim shtesë lidhur me përgjimet ose audiencizimin e bërë nga ish asambleisti Arigon Sinani, që tani garon për kuvend të komunës në listën e Partisë Demokratike, bëhet fjalë për pronën, si që keni pa dje, një pronë prej 1 hektare 32 ari,